Aratisja në fshat. Pas një jave raskapitëse me afate dhe stres, Emma vendosi se kishte ardhur koha të aratisje nga ritmi i pamëshirshëm i jetës në qytet. Ajo dëshironte ajër të pastër, qetësi dhe një pushim nga ekrani. Një kërkim i shpejt online e çoi drejt një kasolleje simpatike në fshat, e vendosur mes kodrave të rrumbullakta dhe fushave të gjera. Me disa klikime, ajo rezervoi fundjavën e saj të pushimit, e entuziazmuar për mundësinë e një çlodhje të shumëpritur. Sa po mbërriti në kasolle, Emma u mahnit menjëherë nga peizazhi i qetë. Ajri ishte i freskët dhe i parfumuar, plot me aromën e luleve të egra dhe tokës së freskët. Ajo doli nga makina dhe mori një frymë të thellë, duke ndjerë si pesha e qytetit largohej nga supet e saj. Vetë kasolja ishte e këndshme, me trar prej druri, çati me kash dhe një kopsh të vogël që shpërthente nga ngjyrat e luleve. Pasi që bllokoi valizet, ajo vendosi të eksploronte zonën përreth. Teksa ecte përgjatë një shtegu të ngushme dhe ajo u përfshi nga tingujt e natyrës, cicërima zogjësh, gjethe që përshpërisnin në mpuhiz dhe zëri i largët një përroj. Dukej si një botë tjetër, shumë larg nga makinat që binin borin dhe rrugët plot njerëz, me të cilat ishte mësuar. Duke bredhur, ajo hasi një grup vendasish që po punonin në një kopsht perimesh. E intriguar, u afrua. Përshëndetje, kopshti juaj duket mrekullueshëm. Çfarë rini këtu? Grupi e mirëpriti ngrohtësisht dhe u prezantuan si familja Miller, një familje që kishte jetuar në fshat për breza me radhë. Ata i shpjeguan për kushtimin e tyre ndaj bujqësisë organike dhe nda njohuritë e tyre për kultura të ndryshme. Emma i dëgjoi me kujdes, e ma gjepsu nga pasioni i tyre për një mënyrë jetese të qëndrueshme. Do të doje të na ndihmoje pak? I ofroi zonja Miller, duke treguar nga një parcel me domate. Na duhen disa duar më shumë dhe ndoshta mund të mësosh diçka të re. Fillimisht hezituese, Emma pranoi ftesën, kurioze të përjetonte jetën rurale nga afër. E pajisur me doreza dhe një shport të vogël, ajo ju bashkua në kopsht. Dielli ngrohte lëkurën teksa ajo fuste duart në tokë dhe mblidhte domatet e pjekura. Ata biseduan për gjithçka, nga teknikat e kopshtarisë të festivalet lokale, dhe Emma e gjeti veten duke qeshur dhe duke ndërtuar lidhje, siç nuk kishte bërë prej kohësh. Ndërsa pastita kalonte, ajo ndjeu një ndjesi të thellë përmbushje dhe gëzimi. Ky përjetim praktik ishte freskues dhe gjallërues, shumë larg nga ambienti steril i zyrës së saj. Ajo kuptoi sa shumë i kishte munguar thjeshtësia e jetës. Më vonë atë mbrëmje, Emma u kthye në kasolle e lodhur, por e lumtur. Ndërsa përgatiste darkën me domatet që kishte mbledhur vetë, ajo reflektoi për ditën e saj. Qetësia e fshatit e lejoi të mendonte më qartë se kur më parë gjatë muajve të fundit. Ajo ndjeu si shqetësimet e saj shpërndaheshin si mjegulla e mëngjesit në rrezet e diellit. Të nesërmen, Emma vendosi të bënte një shëtitje në pyllin e afërt. Me një shishe ujë dhe ndjenjen e aventurës, ajo nisi një shtigje që përshkonte mes pemëve. Peizazhi ishte marramendës, lis madhështor, lule të gjalla dhe një qiell i kaltër i kthjellët lart. Ajo ndjeu lirinë me të vetme tinguj që ishin hapat e saj dhe fshfërima e butë të gjetheve. Kur mbërriti në një clearing hapësirë të hapur, Emma ndaloi për të shijuar pamjen. Kodra shtriheshin pafund në horizont dhe një lum i vogël përkulej në përluginën poshtë. Në atë moment, ajo ndjeu një pashë mbreslënëse. Ishte një kontrast i fortë me jetën kaotike që kishte lënë pas. E ulur mbi një shkëm të madh, ajo nxori ditarin dhe nisi të shkruante. Ajo derdhi mendimet e saj në fashe, duke reflektuar për përvojat dhe thjeshtësinë e jetës në fshat. Për herë të parë pas shumë kohësh, ajo ndjeu frymëzim. Kur u kthye në kasolla të mbrëmje, gjeti Millerët duke u përgatitur për barbekjun e tyre vjetor të verës. Ata e ftuan të bashkohej dhe ajo pranoi me entuziazëm. Ndërsa dielli perëndonte, duke hedhur një dritë të ngrohtë mbi kopshtin, Emma u ndje e rrethuar nga e qeshura, ushqimi i shijshëm dhe ngrohtësia e komunitetit. Gjatë gjithë mbrëmjes, ajo dëgjoi tregime për jetën në fshat, ndau vakte dhe madje mësoi si të pjek perime në mënyrë të përsosur. Millerët e trajtuan si pjesë të familjes dhe Emma ndjeu një ndjenjë të thellë përkatësie. Ishte një kujtesë e fortë për lidhjet që shpesh i kishte shpërfillur në jetën e shpejtë të qytetit. Ndërsa nata po përfundonte, Emma mendoi për fundjavën e saj. Ajo kishte ardhur në fshat duke kërkuar një aratisje, por kishte gjetur diçka shumë të thellë, qartësi, lidhje dhe një vlerësim të rizgjuar për gëzimet e thjeshta të jetës. Kur më në fund i bëri valixhet gati për të kthyer në qytet, ajo ndjeu një përzierje trishtimi dhe mirënjohjeje. Fundjava i kishte ndryshuar perspektivën. Ajo kuptoi se ndërsa qyteti kishte magjinë e vet, fshati ofronte një lloj tjetër pasurie që ajo donte ta mbante me vete. Gjatë rrugës për kthim, ajo i bëri një premtim vetes.
të gjente momente thjeshtësie dhe lidhje edhe me srëmujës së jetës urbane. Frymëzuar nga përvoja, Emma planifikoi të përfshinte më shumë aktivitete në natyrë, përfshirje në komunitet dhe ndërgjegjësim në rutinën e saj të përditshme. Teksa i afrohej kufive të qytetit, ajo hodhi një sy pas në drejtim të kodrave të largëta dhe një buzëqeshje i lindi në fytyrë. Aratisja në fshat nuk kishte qenë thjesht një pushim, kishte qenë një udhëtim vetëzbulimi dhe rinovimi. Ajo e dinte se do të kthehej përsëri në Illothrek, por për tani ishte e gatshme të përballonte botën në shtëpi, duke mbajtur shpirtin e fshatit në zemrën e saj. Why did Emma decide to go to the countryside? A. To escape the city and relax. B. To find a new job. C. To visit her family. The correct answer is A. To escape the city and relax. Who did Emma meet in the vegetable garden? A. A group of tourists. B. Her childhood friend. C. The Millers, a local family. The correct answer is C. The Millers, a local family. What activity did Emma join during her visit? A. Helping in the vegetable garden. B. Fishing by the river. C. Building a new cottage. The correct answer is A. Helping in the vegetable garden. What did the countryside teach Emma? A. The value of simplicity and connection. B. How to work faster. C. That city life is better. The correct answer is A. The value of simplicity and connection. How did Emma feel when she left the countryside? A. Indifferent. B. Sad but grateful. C. Angry and frustrated. The correct answer is B. Sad but grateful. We hope you enjoyed these Albanian short stories. If you're looking to improve your Albanian language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level to the B1 intermediate level. And keep an eye out for more Albanian language learning videos on Sebastian's channel, and be sure to like and subscribe.